aksionin për të fjalë? Por në fakt fletushka si kjo janë shpërndar kogja shumë në shkallët e ndërtesës së qeverisë së Republikës së Kosovës nga të rinjt e Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët i sollen me një qese në faktikisht që përdoret për bërllog, ndërkaq duke shkruar në të mashtrimet e kurtit. Kjo revolt ka ardhur si pasojë e vendimit të fundit të 14 marsit me saktë të qeverisë, konkretisht kryeministri Albin Kurti, sa i përket lejimit të qëndrimit të personave serb të cilët nuk posedojnë dokumente të Kosovës deri në 12 muaj, duke u njohur kështu edhe ID kartelat e tyre. Ndër të tjera në këto fletushka është përmendur dhe shkruar se si ndër vite vetë kryeministri ka qenë ai i cili ka kundërshtuar krijimin e strukturave paralele serbe në Kosovë, ndërkaq tani po e bën të njëjtën gjë dhe në fakt po e bën me vendim ligjor. Ata thanë që e vërteta nuk mund të mbulohet me propagandë dhe se mashtrimet e kryeministit Kurti veç se po dalin në pa dhe premtimet thjesht kanë qenë sa për të ardhur deri në kryet e vendit. Këtë në fund kjo protestë ose aksion themi më mirë është shpërndarje qetë, ndërsa patjetër në vëzhgim të krejtësisë situatës ishin edhe disa pjesëtarë të policisë së Kosovës. Të faleminderit për këtë paraqitje. E lidhur me zhvillimet politike në vend ka